Teleshikues, ju përshëndes. Sot do të sillim një emision të veçantë edhe rëndësishëm, pasi do të sillim para jush klerikët nderuar të komunitetit shqiptar që veprojnë në komunitetin këtu në Detroit. Iniciativën televizor shqiptar për të bashkuar klerikët në këtë bisedë e mori në shenjë vlerësimi të punës të mirë që ata kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë në vite. Unë ju kam propozuar të gjithë klerikëve që mbledhen pra takimin e parë, bisedën e parë ta bëjmë këtu në Kishën e Shëmpalit, si një institucion mirë që është ndërtuar kohët e fundit, dhe të gjithë e kanë pranuar me kënaqësi dhe gjithë rastin i falenderoj për pranimin e ftesës në këtë emision. Dhe kam kënaqësinë t'ju prezantoj klerikët që janë pjesëmarrës në këtë bisedë. Është Domodin Këshira, i Kishës së Shëmpalit, Imam Shoaib Gërgurin, i Qendrës Islame Shqiptare në Michigan, Baba Sadik Ibron, i Teqes Bektashiane, si dhe Domdo Gjergjin, i Kishës Zonja Pajtore. Përshëndes të gjithë besimtarët ortodoks, të cilët nuk kanë i prift që të ndodhet këtu në mesin tonë, të nderuar klerik, ndihemi privilegjuar që bashkohemi dhe bisedojmë së bashku në këtë takim. Është një takim krejtësisht vllazëror, është një takim që në konceptin tim, në bildet e mia është se ekziston pozitiv. Unë kam folur edhe veç me ju, me çdo person dhe institucionet fetare dhe juve që i drejtoni, bëni një punë të shkëlqyer në komunitet, jo vetëm për edukim fetar, por ruani gjallë edhe atë detare. Sot unë mendoj që të villim eksperiencën tuaj që ta dëgjojnë dhe teleshikuesit që të jenë të orientuar. Televizioni shqiptar i Michiganit vlerëson punën e madhe dhe kontributin që kanë dhënë institucionet fetare në vite dhe në mënyrë të veçantë kontributin tuaj që vazhdoni dhe jepni në organizimin dhe timin e punës tuaj në këto institucione. Dhe duke vlerësuar këtë punë, ne si televizion edhe më parë kemi xhiruar disa emisione të ndryshme dhe së shpejti do të fillojmë si ta transmetojmë ato për teleshikuesit, pasi do të jenë me vlerë dhe do të i shërbejnë unitetit dhe forcimit edhe këtu në emigracion për komunitetin. Për të vlerësuar punën tuaj dhe kontributin që jepni në komunitet, padyshim që duhet kohë dhe të gjithë komuniteti këtë e di, por mendoj se para se të fillojmë bisedën me cikle, në bisedën e sotme të trajtojmë disa probleme, të cilat do të jenë me vlerë dhe për ata që ju dëgjojnë dhe mendoj se do të ju shërbejnë dhe për të ardhmen. Pyetjet do të jenë kryesisht për të gjithë. Unë në pyetjen e parë do të thoshta se harmonia ndërfetare që ekziston nga trojnë kemi harru neve në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në trevat e marrësisë, si është këtu në komunitet dhe a duhet punë për të forcuar e matur gjallë. Pra çfarë forma mënyrash duhet të përdorim edhe këtu që kjo bashkëjetesë, kjo harmoni paqësore në shekuj që ka jetuar në shqiptarët të jetë në emigracion. Mendoj që ta fillojmë nga zoti Domodin Këshira, pasi është mirëmoshuari dhe i zoti shtëpisë sot. Përshëndes teleshikuesit e këtij programi, edhe përshëndes televizorin e Detroitit, i cili ka ardhur me këtë ide që ta bëjnë një bashkim ndërfetar të prinsave fesë popullit shqiptar. Kështu që përse hapemi dalim para publikut, së vërtet neve nuk kemi pushtë njëri për tjetrin, por secili në atlamin e vet mundohet, punon sa mundet, sa ka mundësi me bë për të mirën e popullit, për të mirën e shpirtave në përgjithësi. Populli shqiptar gjatë tërë historisë ka treguar veten se kanë qenë tolerancë, kanë jetuar si vëllezër, pa dallim të fesë. Edhe pse kemi pas fatin me pas në popullin shqiptar i cili është më i vjetri në Ballkan, i pagzuar prej Shëmpalit, e pastaj më vonë një pjesë e madhe me rastin e Bizantit janë bë ortodoks, e më vonë në shekullin e mesëm kemi ndryrimin e Mbretërisë Otomane, cila ka bërë vetën, dhe kështu që jemi përqa, jemi bë në 3 pjesë katolik, ortodoks edhe musliman, ose fesë islame, ortodokse edhe katolike. Mirë, por edhe pse kemi këtë fat për muda një popull, i një gjaku, i një kombi, populli shqiptar e ka marrë tradit, dashurinë një me tjetrin, ka ditë se kusho ku i shia e ti, edhe kanë jetuar vërtet tërë me ditëve të fundit
në një jetë, në një tolerancë pa tregueshme e vetmja në Ballkan, siç e tha dhe Papa Gjon Pali II kur ishte në vizitën e popullit të Shqipërisë në Shkodër 1993, se toleranca juaj ka bën një dëshmi vllazënore si një popull. Nuk është larg në Kosovë të ta marrë një shembull. Viteve 1939 në Sene, në fshat Lugaxhi, 2 vëllezër kanë qenë, njëri është bërë musliman, tjetri ka mbet katolik. Edhe vëllezërit e kanë pas një dashuri, një tolerancë jashtëzakonisht madhe, edhe pse vllau ka dalë në fe islame ose pse tjetri ka mbet në fe katolike, mirë por kanë pas një dashuri pa tregueshme gjatë kësaj kohe në atë vend, kështu që kur ka ra festa e Bajramit edhe festa e Zojës madhe, me 15 gusht, ata njerëz e kanë pas një dhomë, edhe dhoma në Kosovë është ndame me trapazan në 2 pjesë, pjesa e madhe dhe pjesa e vogël. Mirë por në pjesën e madhe ka nejë vllau i vogël i cili ka ndru fenë. E në pjesën e vogël ka nejë vllau i madh i cili ka dalë ka met katolik. E tash, në rolet e tyne, të vllau i vogël që ja bë musliman, ka ardhur pjesa katolike. Të vllau i madh që ka met katolik, ka ardhur pjesa muslimane. Edhe në vendin në sofrat e vllaut të madh, ku a bë katolik, ka ardhur muslimant, do më thanë aty, është shërbyje alkoholi, është shërbyje ushqimi të cilën e kanë pranuar njerëzit. Të ky e ka bërë kundërtën. Do më thanë këtu të treguar dashuria e këtyre 2 vëllezërve, po dashuria dhe njerëzve që kanë ardhur në rrutë të 2 vëllezërit. Ka shumë shembuj, ka shumë gjana për të folë në këtë pikpamje. Më duket në intervistën e mram që kom pas me Ganiun e kom përmend historinë aty në 2 shkrimtarëve, Gjermanit dhe Rusit. Në bazë korrespondencë që kanë pas ata njerëz, 2 shkrimtarë, edhe kanë thirrë njëri tjetrin për më ardhë me vizitue, ky në Moskë, ky tjetri në Gjermani. Mirë për ka pas fati më ardhë i Moskës, Rusi më ardhë në Gjermani, edhe ka prit. Mirë për ka ardhë në aeroport, e ka pranue edhe ka qute shfia. Mirë për ka hinë shfi, ky ka qenë edhe gjuhtar, e ka pas kokat, ka projve kokat e ujkut, kokën e Arushës, edhe fjalët e para të shkrimtarit rus kanë qenë, o, ju qenë ki vrastar. Thot, jo, nuk jam vrastar, këto bish janë vra shpatën shpat. Me pa qenë ma afer, kur nuk do të kishna vra, as kaprollin, as ujkun, as lepurin. Shumer ndodhë kjo lugin mesin e fenave, tek njerëzit që nuk janë të njoftën janë me tjetrin. Mirë por, ku njifen njerëzit, atë besoj që ku trin krah për krah janë me tjetrin, nuk ka më ardhë të keq përdorimi i fjalëve të ashpra, ose të keq përdorimi i fjalëve të randa, ose të keq përdorimi si dirë ka herë mu ba në mesin e njerëzve shpifjet në janë e tjetrën, por kanë mu dasht si vëllezër, se cili në lamin e vetë, në fushën e vetë. Ne jemi po thuja gati si vëllezër të cilët janë nda. Unë kam jetë katolik, imami kam jetë i fesë islame, baba Sadiku i fesë bektashiane, ndonë nou i fesë katolike, se cilë ka atë arën e vetë, fushën e vetë, ku punojmë e munomi për të mirën e popullit, për të mirën e shpirtnave, për mujtë me banë një gjatë të mirë në emigracion, mos me humbë popullit shqiptar, por t'jenë zbashkut. E besoj pra, ky bashkimi i sotit ka me ba atë vetën edhe të kju, të cilët na shiqoni, na përcjellni. Ndoshta shumë për jush nuk keni ditë se ne vetë ekzistojmë këtu. Ndoshta shumë për jush na keni konsideruar si njerëz që na nuk flasim njëri me tjetrin, por ju përshifni se jeta në Amerikë është shumë e randë, njerëzit punojnë, vllau te vllau, nuk ka kohë për më shku me vizitue. Motra te motra nuk ka kohë për më shku me vizitue. Ndoshta prej kohës në kohës, kur ban nëj tubim ose nëj festim
Mu me I marë disa minuta për me shku të njën tjetri, por është e pa mujton. Ashtu që, bërë zoti, mas sotit timi në afer, edhe ju të vazhdoni jetën njëni me tjetën si vëllezër dhe si motra. Kush dëshiron të flasi? No. Urdhë Imam Shmiri. Edhe unë përshëndes shikues të televizionit shqiptar këtu në Michigan. Përshëndes edhe televizionin, përshëndes Dom Antonin për mikpritjen e tij, edhe për fjalët e mira që I tha. Shpresoj se ato fjalë janë ndigju me vëmendje. Ishin fjalë kuptim plote, të cilat kanë një peshë të madhe. E unë do të shtoja se besimtarët e vërtet ata nuk mund të jenë konflikt me vetveten e tyre. Nuk e besoj se as feja katolike, as ajo ortodokse, as feja islame, duke përfshirë dhe sektin Bektashian, as njëna prej tyre asnjëherë nuk thret në përçarje. Nëse I shiqojmë ato gjitha vinë prej një burimi, ekziston vetëm një Zot. Pra, nëse besojmë të gjithë një Zot, atëherë do të jemi së bashku. Ani pse, në mënyrën e besimit, secili ka zgjellat e cila I përshtatet më tepër apo I pëlqen më tepër. Pra, një besimtar I vërtet, I cili ka një njohuri për fenë e tij, qoftë katolik apo ortodoks apo musliman, ata duhet të jenë më afër mes veti se sa me jo besimtarin I cili nuk beson Zot fare. Qofshin edhe me emra të njëjtit besim, po them musliman apo diçka tjetër. Pra, feja, secila fe thret në bashkim, thret në dashuri, thret në mirëqenie. Te populli ynë shqiptar, që si tha dhe kolegu im Dom Antoni, kjo është tregu më së miri. Ndoshta është I vetmi popull në botë që asnjëherë nuk ka pas konflikt ndërfetar. Pavarësisht drejtime, besime që janë pranishme atje, toleranca ka qenë në kulm, siç u përmend edhe shembulli që unë e përmendi këtë shembull apo shembull ngjashëm me këtë se kemi në një familje dy vëllezër janë, njëri I besimit katolik, tjetri I besimit musliman dhe jetojnë së bashku. Derisa vjen koha që ndahen vëllezërit mes vete, siç ndahen, që është e natyrshme. Vizitohen mes veti për festën e Bajramit. Katolikët apo krishterët vinë dhe I ndihmojnë atyre që janë musliman për festën e Krishtlindjeve. Musliman shkojnë edhe ndihmojnë fëmijën e tij katolik. Kështu që kjo tregon kulmin e tolerancës e cila ekziston te shqiptarët. Në takimet e mia që kam, që janë jo të rralla me priftat katolik amerikan këtu, përmendi edhe krenohem se jam shqiptar dhe janë shqiptar që kanë arrit kulmin e tolerancës mes vete. Por kjo tolerancë duhet kultivohet, kjo tolerancë duhet të mbrohet dhe kjo tolerancë nuk guxon të ngacmohet me kurrë, sepse kjo është diçka shumë e shtrejtë. Nëse ngacmohet, atëherë të gjithë do të jenë të humbur. Nëse fillohet me metoda që të fyhet njëri besim dhe të mendohet se ky tjetri besim është më I mirë apo ai tjetri, atëherë do të arrijmë deri te një përçarje, do të arrijmë te një përçarje e cila nuk do të sjell kurfar të mire, po do të sjell shkatërrim apo dëm vetvetes tonë. Qoftë ajo këtu në komunitetin tonë, qoftë në vendin tonë, Shqipëri, Kosovë, apo në toka shqiptare, kudo që janë shqiptarët. Pra, unë besoj se qendrat tona, institucionet tona fetare këtu, kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në bashkimin e komunitetit. Kjo është treguar historikisht në gjatë historisë së qendrës islame shqiptare, për shembull 60 vjeçare. Për informatave që kam, Imam Vebi Ismaili gjithmonë ka bashkëpunuar dhe ka pas kontakte duke filluar me Nolin,
gjatë kohës së Nolit, mandej me Baba Recepin, me priftin e Zojës Pajtore, i cili i ndjeri kanë vjetrash, Ndërvasha, me Dom Antonin, kështu që ajo është mbaj gjithmonë, duhet mbahet. Kërkon prej secilit prej neve, si lider fetar këtu, që të sakrifikojmë nga pak, të gjejmë kohë për takime ndoshta më të shpeshta sikur është ky, edhe fjala jon ka peshë shumë të madhe, sidomos publik. Kur i flasim fjalë, të flasim, të mundohemi që të jenë sa më të matura, sepse ato mund të keq interpretohen, edhe nëse qëllimi nuk është i keq, po në mas dalin jo të mira, kështu që shkaktojnë përçarje tek besimtarët. Pra, si lider fetar, ne kemi një peshë shumë të madhe që ta mbajmë komunitetin të afruar. Ky bashkim sot besoj se tregon më së miri se ne mund të bashkëpunojmë, mund të takohemi, mund të bisedojmë, bile kish më qenë mirë të bëhet ndonjë takim i rregullt çdo 2 muaj apo në kohë të caktuar kur mund të gjejmë kohë, bisedojmë pse jo edhe për nifje me njëri tjetrin edhe për besimin e tij më mirë që të ulemi çfarë besojmë ne, çka karakterizon pse quhem unë musliman, çka dallon mu, po çka edhe na bashkon neve, sepse kemi shumë gjana. Është një libër shumë i mirë, Bill Baker thot, more in common than you think. Më tepër kemi gjana që na bashkojnë se sa që mendoni jo. Pra ka shumë gjana që na bashkojnë neve, po ato duhet zbulohen, duhet diskutohen, duhet jetë se cilat janë ato që na shërbejnë për bashkimin tonë, për të mirën e gjithëve. Përndryshe përçarja, hyrja e tjetrit nuk sjell kur gjatë mirë, vetëm se përçarja dhe dëm për gjithë. Faleminderit zoti imam, urdhë baba Sadiku. Faleminderit televizionit tuaj, televizionit shqiptar që është këtu në Michigan. Faleminderit ju zoti Vile. Është kënaqësi dhe njëkohësisht ndër e veçantë që ne jemi të 4 vëllezër këtu në kishën e Shëmpalit, duke nga i zoti i shtëpisë, domethënë qira vëllai tjetër imam Shuaipi dhe do e Gjergje. E nisa këtë bisedë me këto fjalë shpirtore sepse ne jemi vëllezër. Ne jemi shqiptarë, ne jemi bijtë e Shqipërisë. Ne jemi prej një gjaku, pavarësisht se ne kemi lindur nga nëna të ndryshme. Ne na bashkojnë ligjet dhe zakonet, pavarësisht se cilit besimi i përkasim. Si tha dhe imami Shuaib, që ne kemi një Zot, pavarësisht se janë dek të ndryshme. Unë kam pas fatin vitin e kaluar, kam marrë pjesë në një konferencë për paqen ndërfetare në Europën juglindore, që u zhvillua në tetor në Poloni, dhe kryepeshkopi polak kur dha fjalën njëri nga përfaqësues të kishës ortodokse të Shqipërisë, tha më vin mirë, tha, që shqiptarët shquhen për harmoni ndërfetare. Edhe vërtet që shqiptarët shquhen për harmoni ndërfetare. Jo vetëm kaq, që ne kemi respektuar dhe respektojmë besimet e tjera. Por apo mund të apo shkojmë edhe për vizitat në për festat e ndryshme fetare të cili do besimi, apo dhe tek besimtarët. Por në Shqipëri është krejt e lirë, janë bërë edhe krushim midis besimeve të ndryshme, pa patur asnjë lloj iluzioni pse është ortodoksa, pse është katolika, është bektashi, është musliman në përgjithësi. Unë kam ardhë nga Vlora, kam 4 muaj që kam ardhë në Detroit, në deqen e Baba Recepit,
Dhe vlonjatët kanë një thënie që e përdorin nga hera. Pa qenë një shqiptar i mirë, nuk bëhesh dhe një besimtar i mirë, i cili do besimit qoftë. Harmonia dhe dashuria midis njëri tjetrit duhet të nisë nga vetja, kështu mendoj unë. Duke patur besimin për veten dhe respektin për veten, sigurisht do të kemi dhe besimin dhe harmonin dhe dashurin për njëri tjetrin. Çdo gjë njeriu do ta nisë nga vetja. Unë nuk ndjehem si mysafir në kishën e Shempalit. Unë ndjej veten si jam vëllai i Dom Antonit. Nuk e di mbasi flas gabim, sepse kjo është një shtëpi e Zotit. Ky është një vend ku predikohet fjala e Zotit. Ky është një vend ku predikohet vllazërimi, bashkimi. Faleminderit Baba Sadiku. Do gjëgje? Shëndes edhe unë si i ban gjithë vllazën të mi përpara televizionit dhe shikuesit. Edhe m'vjen mirë që i po takohemi dhe pi ndigjojmë të fjalë të bukura, por ma mërmendja nuk janë vetëm fjalë, por është jeta e cila duhet të na bashkon, të na afron edhe më shumë. Kisha mundal në 2-3 gjona se këta i përmendën sa të mira traditat tona, historia jonë. Papa i madh Gjoni 23, kur e thiri Koncilin e dytë të Vatikanit dhe dëshiroi ta bën unifikimin dhe bashkimin e të krishterëve, e tha një fjalë e cila ka met shumë profetike. Duhet të mundohemi të shikojmë atë që na bashkon dhe jo atë që na ndal. Prandaj fenat janë rrugë që çojnë ka Zoti, por të gjitha kemi gjona të përbashkëta, e prandaj duhet të shikojmë, sidomos ne shqiptarët. Ajo që na bashkon, edhe atë më shumë të kultivojmë, edhe kisha me thonë, jo vetëm teori kështu si abstrakte diçka, por të mundohemi të dëshmojmë para njerëzve, të takojmë njëri tjetrin si vëlla dhe si besimtar, mandej në raste të ndryshme të shkojmë të njëri tjetri, të marrim pjesë në festa, në ngjarje të ndryshme. Ma merr mendja se në komunitetin ton ka shumë për të bërë, dhe duhet shumë për të bërë, për të afruar gjithë shqiptarët, në rend të parë shqiptarët, si shqiptarët të njihemi se jemi shqiptarët, të ruajmë identitetin ton kombëtar e gjuhësor, e traditën ton të lavdishme, e të madhe mia vjeçare. Prandaj këto që ja thënë, kjo është e vërtet edhe e pamohueshme se edhe uniteti fetar, toleranca, bashkëtesa ka qenë të shqiptarët gjithherë në nivel. Por nuk do me thonë se ka qenë në nivel edhe mbetet e t'jemi të kënaqur, por ta çojmë më përpara, ta kultivojmë më shumë, ta takojmë njëri tjetrin si vëlla dhe si motër, si besimtar, si shqiptar dhe si besimtar, e këto në raste të ndryshme, të foli mirë, t'i vlerësojmë gjonat fetare mirë si lypët, vlerat fetare të çdo besimi. Si e tha Samir baba këtu i pranishëm, të fillojmë prej vetvetes. Një fetar e çmon fenë e vet, e don fenë e vet, e ne kemi një Zot, prandaj duhet ta çmosh dhe të nderosh edhe besimin e të tjetrit, ta duash vllaun, ta takojmë, gjithë e lëvdojmë Zotin. Edhe kisha me thonë në raste shumë konkrete të bëjmë gjona të përbashkëta, në popull, në festa, në dasma, në koncerte, në takime, mos jemi vetëm të ndonë, por të jemi sa më shumë të bashku. Gjojmë raste për të bashku popullin. E ta kultivojmë këtë bashkim dhe dashnin dhe nderimin për njëri tjetrin dhe për besimet. Edhe ti studiojmë gjonat e fesë, jo vetëm teoretikisht me thonën, nuk e njohëm na besimet. Duhet më shumë kisha kërkon një studim më të thellë, më të mirëfill, atëre ka marrë dhe nderimi e respekti e bashkëtesa e cila duhet dojmos qohet përpara. Më falë, do më falë. Profeti Muhammed ka një thënie
që thotë nderimi dhe respektimi i një besimi të huaj është fortësimi i besimit tënd. Ju faleminderit për përgjigjet, ishin shumë domethënëse, por për ta çuar deri në fund të qëllimin e pyetjes së parë, mendoj se është me interes për teleshikuesit. Bëmi thirrje që harmonia që ekziston në Shqipëri të ruhet në emigracion. Isha me thonë disa fjalë se bota sot është mjaft e ngacmuar përpara ishin ju kujtohet lufta ftoft, dy bloqet, komunizmi, kapitalizmi, imperializmi, u qyshin në mënyra. Tash ato bota është u bon globalizimi i botës, por mjerisht tash kohëve të fundit kanë quë kryt lufta, sidomos lufta fetare, që njerëzimin mund të qojnë edhe në përqame në katastrofa të rënda. Ju e dini edhe çka po ndodh, nuk mund t'i shefëm gjona ato se ti mshelim sy para gjitha saj që ka po ndodh. Papa i madh Gjoni Paul II, i cili vërtet e ka bënë dëshmi një profet i kohës tonë i mbar botës, jo vetëm i katolikëve, cili deshti kishën ta tregon dimensionet botnore dhe ta kisha të jap shërbimin e vet. Gjithnjë ka kthyer këtë bashkim në mes të fejnave. Këto janë 3 besime monoteiste. Krishterimi, hebraizmi i pari, krishterimi dhe islamizmi. 3 fejna monoteiste, do të thonë që besojmë në një Zot. Gjitha këto besime kanë vlera shumë të mëdha. Prandaj ka me qenën diçka për shekullin që kemi hi edhe për botën, nëse gjitha besimet tash do të shkojmë dhe ta respektojmë dhe ta nderojmë njëri tjetrin dhe ta duam dhe të punojmë për të mirën e njerëzimit, ka me qenë një fatbarësi e madhe, një mirë shumë e madhe. Por ju dihet se gjithherë ka rreziqe për të na përqa, për të na nda, për të treguar rrugë të ndryshme, cilat nuk janë të besimit. Ma merr mendja se shqiptarët, si e përmenën vllazërit e mi më përpara, kanë dhënë gjatë historisë, kanë dhënë dëshmi të mëdha, jemi të dhënë edhe kohës së tashme, e këtë duhet ta dëshmojmë që në popullin tonë dhe në trevat tona mos lejojmë përçamje, por ta fortifikojmë, ta kultivojmë edhe më shumë bashkimin, edhe më shumë nderimin dhe respektin dhe studimin e ndërsjellë të fejnave dhe të besimeve, për të qenë sa më të afrueshëm, sa më të dashur, për të mirën tonë dhe për të mirën e popullit tonë dhe të kombit tonë dhe trojeve tona. Faleminderit, por në një shembull praktik ku ka pas tendenca, ose ku mundet të jenë të kujdesshëm besimtarët, ose mes klerikëve ku do t'jeni të kujdesshëm sepse dikush vjen të keq informon për kolegun edhe pastaj kalon në një largesë ose një ftoje. Mirë është për besimtarët, domethënë ku duhet të kenë edhe teleshikuesit, ajo pjesë që nuk është besimtar, sepse dihet që komunizmi në Shqipëri ka qenë i egër ndaj institucioneve fetare dhe ata mundet që të përfitojnë diçka nga kjo bisedë sot. Po mendoj se të gjithë duhet të jemi sinqer si na fetarët, si populli. Vërtet ka kësi rastet që njerëzit pa marrë parasysh cilës fej takojnë. Kemi kaluar një periudhë shumë të vështirë gjatë komunizmit ku janë bërë shpiuna njëri për tjetrin, baba për fëmijën, fëmijën për babën, siç e dini ju në Shqipëri që keni përjetuar këtë gjana. E mandej edhe këtu munohen ose mu shtiravë se gjaja që ajo i mirë, ta bjen një lajmë të keq, një lajmë pa dashtun, edhe për me përqa komunitetin edhe me përqa fen. Shumë bukur e tha dhe imami, që vërtet na kemi shumë gjana të përbashkëta. Me një Biblën, i keni këtë Biblës pjesë të Koranit, shumë gjana. Dhe më thanë cilat për ju janë shenjte dhe për ne janë shenjte. E mandej këta njerëz që mund me të qëllue, anëmisht e fesë, dëshirojme na përçat, dëshirojme me na shkatrue, edhe bin një lajmë si kështu e tha prifti, ose kështu e tha hoxha, ose kështu e tha babai, me gjithse nuk e na të shpeshta, por ka pas. Unë jam vetë i ataku me këto gjana para disa viteve, janë 6 vite, që janë hap lajmet. Gjana që unë kam qenë ai që dëshiroj me shkatrue ose me sulmue fejnë islame,
që nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Duhet të jemi me një dorë në zemër. Nëse flitet për një anmik të kombit, nëse flitet për një anmik që i cili ka shkatru një kulturë, një popullit, nëse që aty nuk mundet mu përzi feja me ata njerëz. Kem pas gjatë historisë anëmi shumë nevet, shqiptarësit të mos. Bizantin rreth parë mandej Turkun 500 vjetë. Mirë, por nuk du tash Turqin me identifikuar me fejnë islame. Shumë gjana i kanë bata njerëz në emën të Allahit, si që ka ba Serbia, Miloševići në emën Zotit, mirë po së është e Zotit, a i ka qenë në emën shejtanit. Se Zoti nuk jep urdhën me prej, me shkatruhe, me vra njerëz. Po tham, ka pas si raste që shumë njerëzit mënohen me na shkatruhe, por s'kan shka me na shkatruhe, se është të këmëramja që beson, e din rrugën e besimit, e din se Zoti është një, edhe Zoti është dashuri, me dasht një tjetrin. Të në gjanët shumë bukra, po thamë është një emision në vërtet që duhet vlerësue, edhe duhet ta përdorim, duhet vazhdojmë, se besimtarët tanë, kur na shohin një zbashkut këto të pranishëm, kanë me thënë, po këta që kanë bashkum, e neve ku jemi. Se vërtet, nuk bën vizitat të shpeshta të besimtarët, që është janë ta islam ose që është janë ta katolik ose ortodoks, me rastet e vdekjeve, me rastet e gëzimeve. Pse jo? Pse jo? Ajo është një shenjë i bashkimit njerëzve, dhe pse po thamë jemi një lartësi të madhe, marrë prej teqe se këtu është 45 minuta duhet me ba udhëtim, ose për këtu me shku në Arborn të një besimtar, të një vllai joni që ka raste që vdesin, që ishim kur vdiq ky Gojçi para disa viteve, ose kur vdiqën në Taylor ajo familja me 5 antar të familjes. Vërtet nuk janë të lehta, janë sakrificat mëdha, por është një shenjë i përkrajes, i pjesëmarrjes të atyre njerëzve që kanë humbë familjet. E këtu është ai bashkëpunimi për popull që duhet të rritet ma tepër, duhet shkojnë të njëri tjetri, ndoshta ata punojnë së bashkut, e njohin njerëzit ma tepër se njohim na njëri tjetrin. Edhe ashtu që me vazhdue bashkëjetesa vllazënore në komunitet. Faleminderit, domethënë këshilla që i rastin të falenderoj marsorët të cilët sa herë kanë ndodhur fatkeqësi në komunitetin shqiptar, ardhur nga Shqipëria, kanë qenë të pranishëm duke ardhur aty të marrë pjesë në ceremonitë e varrimeve, por njëkohësisht kanë qenë të pranishëm edhe me ndihmat e tyre ekonomike. Po shqyqoni, kjo është një problematik. Njerëzit në Shqipëri ju e dini se nuk keni pas ushtrimin e fesë. Këtu është. Nuk e kanë ushtruar fenë. Edhe pastaj kameta e shprastin jetën e tyre. Mandej njerëzit kanë qenë të vujtun, kanë punuar pa pare. Këtu ka ardhur i Petrasi me punuar me pare, edhe ai e shkrin jetën e vet të punuar. Kem pas një rast para 6 viteve më duket, një djalë nga Tirana, i cili ka punuar 7 ditë e javës. Ka 13 orë, 15 orë, derisa që ju ka prish gjaku për 3 ditë ka vdek. S'ka pas asnjë cent për mu quhe mu varros në varrizat familjare në Tiranë. Edhe kemi ba një aksion, edhe është ba mundësia për me shku njerën për me varrue. E kësi raste kemi pas vërtet shumë. Edhe shumë njerëz kur vinë, thrasin telefon, thamë po kush jeni ju? Asra du me ditë. Ose cilët drejtimi bini, po neve nuk besojmë. A nuk besoni? E atër, si keni ditë me gjetë telefonin tim, nëse nuk besoni, pëse s'keni shku diku tjetër që nuk besojnë. Edhe për atë është shumë e rëndësishme besimtarët e pjesë islame të jenë antarë të asaj xhamie, ose besimtarët e kisë ortodokse të jenë antarët e kisë ortodokse, ose besimtarët e sektit bektashian të jenë antarët e atijit, ose katolikëve të jenë të regjistruar, ashtu që dim me ka kemi punë. Kuptohet se njerëzit, nëse nuk keni antar, me s'ka do t'i ndihmoni atyre njerëzve. Nëse grupi xhamati ose famullia është e vogël, ka do t'i marrim paret. Neve ato paret do t'i japim vetëm prej ndihmave që do t'i kontribuojnë njerëzit, po tham bashkësisë
ku i takojnë. E kjo është shumë e rëndësishme, shumë e kom përcjell dhe e kom thek në kishë njerëzit, edhe nëse s'ke pare, nuk jenë gjeni me pagu hakun, ose nuk jenë gjeni me kontribue, si që kontribuojnë tjerët, por ti është antar i kishës. Sot nëse duhet një dokument për nga kisha, atër të kishë sytë e qelën për marrë me trokit, je i regjistrum, edhe kisha duhet bëjt diçka për me mujt me të ndihmu ose me të adham një dokument që duhet nështë për një migresh ose diku tjetër. Unë për veti nuk ja lëshoj dokumentat aty në njerëzve që nuk i njoh. Duhet për një migresh ose duhet për polici, u thamë më falin nuk u njoh. Son rajnë për ju. Do të kjo është shumë e rëndësishme që besimtarët tanë të jenë të regjistruar aty ku i bjen vendi, ku kanë vend. E mandej kuptohet se malësorët vërtet e kanë pasat dordanin, se dhe në pak kush mund mja u marë, ta njerëz janë jashtëzakonisht dhanon, po duket i vorfrin që i ka kaluar për atë vorfni, e din çka do të thonë me kanë i vorfrin, me kanë situata të tilla, edhe kështu që nuk e kanë kursyer kur jetën ose xhepin për që kemi shumë raste, siç ishte rasti aty i Valit nga Korça, edhe i panjoftën, por kemi bashkue $20,000 edhe ba operacioni i parë, pastaj ka pas fatin dhe ka vdek pas disa viteve. Ose kemi rastin aty në 2 njerëz burrë gru që kanë pas vdek në fatkeqësi, mandej grupi i dytë, mandej ka si rast shumë, por nuk është rëndësishme kush e çka bani, por kemi bë për një vlatonin, për një shqiptar i cili mos tjetë ishte të tija larg Adheut, por të kthehet në Adheun ku i kanë pas prindën e familjen. Faleminderit, do të thonë, u shkëputëm imam nga objekti i pyetjes, pas edhe këto ishin me interes, ku duhet të kenë kujdes besimtarët këtu në emigracion që të mos kenë probleme ndërfetare. Unë besoj se besimtarët nuk janë të përqarë, pa ta mund të përqahen. Dikuj edhe mund të interesoj që të përqahen ata. Më marrë një shembull që do Antoni përmendi, kur vdiqën çifti burrë gru nga Shqipëria, edhe ishte ditë e ejte, bën telefon i familje, kështu thotë e kemi punën, ka vdek, thotë ka lanë një fëmijë 9 vjeç, thash, do të bëjmë çka të kemi mundësi, nuk i pyeta se çfarë feje kishin, nuk i pyeta as për emrin apo diçka, i pyeta nga ishin nga Shqipëria dikun, nuk e di Shqipëria, mëse kam harru, nuk e di nga ishin. Thash do të bëjmë çka të mundemi, nesër është ditë e premte dhe do të kërkojmë ndihmë. Ditën e nesërme më lodhëm një ndihmë simbolike që ishte $4,000. I dërguam ndihmën, aq kishim mundësi, dhe më thanë se ishte shumë shkurt. Po atë ditë që u dërguam ndihmët, vije lajmi se një person nga komuniteti, që po them, komuniteti duhet ruhet nga individ që dëshirojnë të përqajnë, duke përhap dezinformata se xhamia i ka thënë se ti nuk i antar i ynë dhe nuk ndihmojmë. Kishte dalë, domethënë edhe në internet, kishte shkruar shkrim në atë drejtim. Edhe e mbefasoj tash personave të tillë komuniteti duhet i ruhet, sepse interesi i tyre është që të përçajnë komunitetin apo të krijojnë bindje të gabuara për një institucion apo për një fe të caktuar, apo bëjnë thirrje që nga më të ndryshme, domethënë këto janë thirrje të individëve që duhet kthehemi në fenë të parëve, për shembull. Një thirrje që përsëritet prej individëve më para mu disa herë në diskutime të ndryshme. Po këto domethënë thirrjet e tilla nuk çojnë në bashkëjetesë. Këto nuk janë tolerante. Thirrjet e tilla shkaktojnë përçarje. Po cila është feja e parëve? Feja e parëve ishte ka qenë ortodokse, ka qenë katolike, po dhe para saj shqiptarët kanë pas diçka tjetër, pagan, po kanë qenë diçka ma herët. Ku do të kthehemi? Këto janë negative këtu, si që shpjegoni ju. Janë negative, domethënë thirrjet që ti ke besim të gabuar dhe duhet kthehesh se këtë besim kemi pas. Kjo nuk është tolerante. Kjo është domethënë ti po e fyn besimin tjetër, po atyre duhet ju thuhet cili është besimi që duhet kthehemi. Deri ku do të shkojmë? Nuk sjell domethënë bashkim të komunitetit, nuk sjell bashkim të kombit. Duhet ta pranojmë njëri tjetrin ashtu si jemi, besimet që kemi,
se cilit zgjedh aty, po prapë jemi të bashkuar, si thash, sepse kemi shumë gjana përbashkëta mes nesh. E individ të tillë të cilët përhapin dezinformata, bëjnë thirrje të gabuara, atyre duhet ju thuhet që stop, se shqiptarët nuk e kanë tradit këte. Ne kemi qenë bashkuar, do të jemi. Gënjeshta duhet ju dalin shesh se kjo nuk është e vërtetë çfarë thoni ju për një institucion apo për një fe. Për këtyre komunitetit duhet ruhet, besoj. Shumë faleminderit, sot dy shembuj kuptoj plot. Unë menoj një gjë këtu me plotësue këta njerëz që e thonë ose dalin me një gjë të tillë siç e tha imami, janë njerëz që nuk besojnë në realitet as pak. Nuk besojnë as pak. Ajo që do me bëni një përçamje, do me lëshu një fjalë shkatrimit, për me shkatruar njerëzit. Kohëve të fundit, tash 17 vite jam këtu në këtë komunitet, po kam ardhur herën e parë, kam gjetu ma tepër enverista e komunista se sa besimtar. E mandej ata njerëz u kthyn, u ban fetar, jo, ata kanë në zemër në zhinj atë që kanë pas terin me atë ditë. Edhe kom pas shumë raste, edhe shumë e kom sulmu ata njerëz, jo do të ju me predikue mu kthy në fenë ku kanë qenë përpara. Morë, çka do mi predikuan ati mu kthy, kurse ti jam të hup. Ti kur nuk jenë kisht, kur nuk lutesh, kur nuk bën një gjatë mirë për me mujt, dikush me pa një shembull të mirë në tanin, për me të njek mas. Dhe kjo është e lufta që ka e këta njerëz, din mi përhap këto gjana dhe mandej me dalë jashtë një gjatë tillë vërtet është ofenduese që të kemrojmë ku qenë kemun. Me çfarë drejtë ka dikush me thanë ty se ti gani je i pa fe ose je i fes cilësi takon, shpirti yt ka me të shku në ferr. Domethënë po bëmi si këta Jehovasit që shkojnë ndyrë në dyrë, ku pas para disa vite më kanë ardhur në dyrë, më kanë truku, thot ti je i humbun për jetë në ferr. Unë që ja kom kushtu jetën zotit tim tash sa vite, dhe më thanë jetën kërësisht, edhe ti më thanë kërkush i kjarën grarirë. Ja kom qëllden, më shumë e sy. Dhe më thanë, këta në të gjanë cilat vërtet vrasin, por me fjalët e Krishtit faliozat. Faliozat, se njeri duhet me kallëzue fen me vepra, jo me fjalë. Po këta lloj njerëzish, dhe më thënë të quajmë kështu. Për mua të mos gjejnë përkrahje, të më thënë në për institucione fetare, në për lider fetar, sepse në qoftë se ato do të gjejnë përkrahje, nuk flasim vetëm për këtu, flasim në përgjithësi, jo vetëm ne që jemi shqiptar, të më thënë edhe ne të katër kryetarët e institucioneve fetare, dhe me thënë që jemi këtu, por edhe më gjërë, në qoftë se gjejmë përkrahjen për liderit fetar të tyre, akoma më keq do marrin shkas nga mbështetja e liderëve, edhe më keq do të bëjnë. Dhe me thënë, më keq do i fusin atë frymën e keqe për çarjen midis njëri tjetrit, por në qoftë se të gjithë liderit fetar, kudo në botë, të cilit do shteti qofshin, ata aq më shumë në të katër, të quajmë. Duke qenë të bashkuar, duke qenë kompakt me njëri tjetrin, detyrimisht edhe besimtarët, të cili do besimi që i përkasin të katër këtyre besimit, detyrimisht që duke na parë të bashkuar dhe unik me njëri tjetrin dhe ata ma merr mendje që do të thonë dali ku vete. Urdo do gjeni? Të që rreziqet janë gjithherë, rreziqet ekzistojnë dhe rreziqet janë, ata që duhet të thuhet, ata që krijojnë përçarje, nuk janë qëllim mirë, nuk janë dashamirë të fesë dhe të besimit, nuk janë dashamirë të bashkimit dhe unitetit popullit tonë. Na duhet ma shumë vëmendje t'i kushtojmë vlerave fetare, t'i respektojmë vlerat fetare të çdo njanit. Na nuk e korrigjojmë historinë, nuk jemi ata që na do ta drejtojmë historinë, do ta korrigjojmë historinë. Mirërisht ju e keni parë në përshtyp ka pas këto divergjenca, për shembull muslimanët shqiptarë ai takojnë Evropës, a nuk i takojnë Evropës, ai takojnë lindjes, ai takojnë perëndimit. Na gjithë jemi një popull, jemi tri besime,
ose mund të thohet dy besime, besimi islam dhe besimi krishtan, me dy degë në besimin islam, me dy degë në besimin e krishtan, tash kryesorja është të nderojmë në njëri tjetrin, të respektojmë, ti vlerësojmë dhe ti nderojmë vlerat fetare të çdo njërit. Kur na i respektojmë vlerat e çdo njërit vllau ton, na atëherë do të jetojmë bashkëtesë, do të jetojmë dashni dhe në respekt dhe në bashkim njëri me tjetrin. Prandaj duhet të luftojmë. Lufta është më mirë jo me armë, jo me hakmarrje, jo me shpifje, jo me sulme. Lufta më mirë me mërmendje, me dashni dhe me dëshmim. Kjo ka vlerë. Që Nëna Tereze, Papa i Madh Gjoni Pali II, besimtarët e tanë, klerikët e tanë, populli ynë ka dëshmuar gjithherë gjatë historisë, prandaj më merr mendje vetëm duhet ta vazhdojmë dhe ta ndjekim këtë rrugë që e kanë vazhduar, e kanë ndjek dhe ne kanë lënë të parë dhe sidomos këtu kisha me theksue komuniteti ynë në fillime, unë e kam ardhur i ri, e tregojnë Baba Rexhepi, drejti pa shpirti, Imami Vebi Ismaili, që gjallë, dërmë prek Ndrevasha i ndjeri, drejti pa shpirti, kanë bërë dhe festat e flemurit e përbashkët. Duhet këto raste të shfrytëzojmë, jo tash ta kthyrëm në rast në i grindje, dikush ka qenë fjalë, por na shohin se jemi të bashkuar. Shihemi në festat e flemurit, shihemi në festat tona fetare. Zbashkut kjo ka me dhënë më shumë të dëshmi dhe populli dëshiron të na shef bashkum dhe na në këtë mënyrë dëshmojmë vërtet për bashkim dhe për dashni dhe për respekt dhe për nderim të vlerave fetare e kombëtare të çdo njërit prej nesh. Faleminderit domnul Gjergji. Ju si klerik mbani një peshë të madhe eksperiencë pune, organizimi, drejtimi, punë me njerëzit, jeni edukator shpirtëror të njerëzve, misionar të Zotit, por jeni njëkohësisht edhe bite e vetë popullit shqiptar. Ne jemi larguar nga vendlindja dhe kemi ardhur këtu dhe jemi ndarë për gjys. Kërkoj një mendim nga juve. Si do mendoni këtu të ishte mirë organizuar komuniteti që për raste evenimente të rëndësishme, siç është rasti i Kosovës, siç është tani rasti i pavarësisë të Marit Zi, siç do të ketë probleme të tjera të ardhshme. Si do të jetë më mirë për komunitetin të jetë i bashkuar që të jetë më efektive ndihma e diasporës për vendlindjen. Do mbështesim fjalën e Doma Antonit që në qoftë se komuniteti që ndodhet këtu në Michigan apo dhe më gjerë të gjithë shqiptarët të cili do besimi që i përkasin të jenë të regjistruar, të antarësuar në kishën katolike, në kishën ortodokse, në xhami apo në teqe, do të jetë më lehtë për të mirë informuar për çfarë do lloj problemi që mund të ketë ose për çfarë do lloj nevoje që mund të ketë Shqipëria sot për të kërkuar një ndihmë këtij komuniteti, kësaj diaspore që është këtu në Shtetet e Bashkuara do jetë më lehtë. Për të orientuar ndoshta drejt këtë pyetje, do shtoja edhe pak. Po të mos ishte diaspora këtu në Amerikë, çështja e Kosovës nuk do të ishte zgjidhur aq shpejt. Por kanë qenë aktivistët e diasporës, kanë qenë vetë klerikët, kanë mbështetur mendimin e aktivistëve këtu dhe kanë shkuar në Senat, Kongresin Amerikan, por prezenca e një kleriku në një grup, në një komision, kur shkon e kërkon një drejtë shqiptare në institucionet amerikane, unë mendoj se është shumë rëndësishme, është shumë e fuqishme, por në këtë kontekst e kisha si ide, si pyetje. Po siç në fati na ka përcjell tankon gjatë historisë mi kanë të përçam. Pastaj kemi qenë njerëz egoista. Nëse unë një punë nuk e baj, nuk marr pjesë aty. Edhe kjo është ajo që ka herë duhet me marrë mësim nga të tjerët. Viteve 1990 kujtohet ardhja e Ibrahim Rugos në Washington, mirë po ardhja dhe kishë ortodokse nga Serbia me priftën, me motra, për me dëshmue për Kosovën negativisht, sigurisht. Mirë por neve të kemi qillu këtu, me Baba Rexhepi, me imamin, me hoxhallarët që i ka New Yorku, edhe Chicagoja, vende tjera, edhe prifte që kemi qillu këtu, asnjë nuk kemi qenë të ftu me marrë pjesë në atë mbledhje që janë banë në Washington. Pse? Ja me rrynyrën dikush dikuj.
Ose kemi pas aksionet të ndryshme. Kujtohet në 98 sidomos kur Adem Jashari është krime familjet vet. Kemi bashkë në kish kemi bë një aksion për mbledhjen nimat me çun Kosovë. Po kam thënë, ju lutem mos e shpallni këtë për armë, se nuk guxojmë, në kish jemi. Por jemi të quë, ata të qojnë, t'i përdojnë për shka duan. Ata e kanë keq përdor tjetë, kanë shfrytzuar, në xhami kanë pas mbledhjen e dytë, edhe mandej u formua vendlinja tretë. Këtu janë ato tragjedina tona që ka herë jo dom. Unë me botamen edhe ai tjetët vetën edhe nuk kemi të unifikuar. Pra, kanë ndërë zotin që Shqipëria nuk ka nevojë më, Kosova së shpejti do ta ketë pamarësinë, atë që kemi bërë deri me tani e kemi bërë të gjithë së bashkut, janë çuar nimat si në Kosovë si në Shqipëri, besoj që në të ardhmen ata duhet mu mësu me nxanë pishkun vetë atje ku janë. Ose prit me shtri dorën për i kashore bukë. Ulo, do më një di? Unë isha me dallu këtë në dy rafshe këtë pyetjen e juaj. Një atë që kanë dhënë komuniteti ynë për raste emergjencie që ishte, për të ndihmu Kosovës, tash për të dalë në votime për Malnezi, për të ndihmu Shqipërinë dhe raste të ndryshme. Kjo një, e cila herë mas here do të ketë nevojë dhe na sa më tepër që jemi të bashkuar në nivel, aq më tepër do të mujmë me dhënë kontributin për vendin tonë. Ju dini atë fjalën e madhe të Nolit, Shqipëni mos ki frikë se i ki djelë në mëri. Na jemi një degë shkëputën për i trungut, prandaj qëllimi ynë dhe është Shqipëria, është toka tona, janë troje tona shqiptare. Edhe gjithherë do të ndihmojmë, duhet të ndihmojmë, por na mund të ndihmojmë kur vetë na jemi të organizuar. Kur na vetë jetojmë. Këtë që ja thënë me qenë të regjistruar, me qenë komuniteti fuqishëm, këtu është pyetja. Shqiptarët e tanë ndahen dhe shkojnë në për grupe të ndryshme, në për kisha katolike tonat, një kishë katolike është. Se arë ju thëmë, pse nuk vinin kishën tonë? I kemi 2 kisha, pse nuk vinin kishën tonë? Shkojnë ndoshta edhe në xhamia tjera të arabëve apo komuniteteve tjera, pse nuk shkonin në xhamin shqiptare, pse nuk shkonin në teqen shqiptare, ku kimi taku vllazën tu shqiptar, ti mu lut Zotit. Kujtot ishëm në Chicago me një dashëm, një djalë i ri mu paraqitur, thoma je pris fetar, tha, jo nuk jam pris fetar. Nuk i thasha je imam hoxha, je pris fetar. Fjallën e para diçka më ka thonë, unë nuk shkoj në xhamin ku shkojnë shqiptarë. Po pse thëm nuk shkoj në xhamin ti ku shkojnë shqiptarë? Pse Zoti mu më ka caktu për shqiptarë, dhe ty të ka caktu për shqiptarë. Po e mora një rast, mos tjetë këtu një rast, ashtu një rast edhe kurse në tjetër, por ne kemi me 100.000 besimtarë që i kemi anonim, kur ku nuk jënë të regjistrum, kur ku nuk rezultojnë. Prandaj, për me qenë natë të mirë, për me inimu atë dheut, për me inimu kombiton, fundit për inimu vetë vetës. Kjo e para pyetje. Jo me ndimu dikuj tjetër, por me inimu vetë vetës, me mbjetu vlera tona, shpirtnore, kombëtare, gjuha, tradita, kultura, na duhet jemi të bashkuar. Edhe të fuqizojmë qendra tona, kisha tona, xhamin, teqen, edhe atëherë kur na shohin këtu është, në vlera tona fetare, në vlera tona kombëtare, në vlera tona kulturore, trashëgimin ton shumë mijë vjeçare, na duhet të takojmë njëri tjetrin. Edhe të arrujmë gjuhën, të arrujmë kombin, edhe ty i rujt kombin e gjuhën, e të di, e rujmë edhe besimin, e rujmë edhe fejë. Nëse izolohemi, ka rrezik që ta humbëm njënën edhe tjetrën. Ulo, do t'imam? Pajtohem me këto që u thanë, më thonë, që të ndihmosh dikan tjetër, duhet t'jesh vet i fortë. Që t'jesh vet i fortë duhet të kesh antartë. Antartë, unë pajtohem me fjalë që u thanë, shumë prej besimtarëve ju vjen mend se ka xhami dikun vetëm kur kanë nevojë për te. Në 10 vite këtu, a ditë që ka nevojë, vjen atë trekën në xhami. Po që sa vite je këtu, kam 10, 15, nuk e ke ditë se ka pas xhami përpara. Që mund të ndihmosh dikend, duhet të kesh.
Nëse secili me atë mundësinë e vogël që ka, domethënë se nuk kërkon kisha as xhamia, as teçja, nuk kërkon ku më di çfarë sakrifice të mëdha. Nëse gjithë jemi të bashkuar, të thuhet se ka përmi 100.000 shqiptarë. Po them, nëse 1.000 vetë bashkohen në institucion, nga $1 bojnë $1.000. Nëse $1 jep, një ani nuk i kushton kur gjë. Po ai që ka nevojë kur vjen atë i jepen $1.000 është shumë mjaft e madhe. Po nëse vetëm vihet edhe kërkohet, nuk i jepet ai $1, po vetëm kërkohet nga 1.000, atëherë ku do t'i merr institucioni? Pra duhet të jemi të fortë, duhet komuniteti ynë, antarët tonë, besimtarët, secili besim të vetëdijsohen se duhet të jenë të pranueshëm në institucionet e veta, të regjistrohen, edhe nëse nuk kanë nevojë, nuk kanë mundësi të ndihmojnë, të jenë të pranueshëm. Nëse s'kanë mundësi të ndihmojnë shumë, kanë mundësi të ndihmojnë pak. Po të gjithë nga pak, atëherë atë bëhet mjaft. Nëse të gjithë largohemi, një pjesë e madhe largohet edhe kërkon ndihmë prej një pjesë të vogël që janë të dedikuar ndaj institucionit, atëherë ata do të lodhen dikur, do thonë, na falni, po është dash në dish se ka pas institucion përpara, nuk e ke suportu se ke ndihmu asnjëherë, si të ndihmojnë tash. Kemi x raste që vinë kërkojnë ndihma, kemi ndihmu dhe ndihmojmë me mundësitë tona, po që ta avancojmë atë dhe më tepër, kemi nevojë për ndihmën e antarësimit të gjithë atyre që i takojnë besimit musliman në xhami, e besoj të njëjtën fjalë tha Doman Toni apo edhe kolegët e mi që janë këtu. Bashkimi i komunitetit rreth institucioneve i bën institucionet fuqishme, i bën komunitetin fuqishëm, mandej bashkëpunimi vetë institucionet mes veti e forcon komunitetin. Është një punë e madhe që duhet bëhet, nuk është e lehtë, secili është i dhënë mas jetës ti, problemeve ti private, por si komunitet këtu është vështirë të jemi të fortë nëse jemi të shumë të shpërndarë. Ndoshta duhet bëhet një farë, mendohet bëhet një farë qendre në ndonjë qytet ku do të kesh shqiptar më shumë, të ketë ndonjë qendër, të kenë edhe dyqane shqiptarëve, apo siç është Dirboni për shembull për komunitetin arab ku janë të koncentruar shumë edhe i kanë me shkolla, me të gjitha i kanë të vetat aty. Sikur të kemi edhe në diçka të ngjeshme në një qytet që qyteti që është i dominuar prej shqiptarëve, edhe i ketë gjitha. Kuptoj, po. Ajo është pak e largët, por nuk është e paarritshme. Kjo është një temë që ndoshta duhet të bëjmë një herë tjetër, por duhet diskutuar edhe unë kisha si ide dhe si qëllim që roli i institucioneve fetare është shumë i madh për bashkimin e komunitetit. Ju jeni me një peshë të madhe në komunitet, jeni shumë të mirë sepse keni edhe besimtar të mirë. Edhe kur besimtarët ju dëgjojnë, ju mbështesin për ndihmat që kërkoni për gjithçka, aty është bëhet pra një bashkim i fuqishëm që ndihmohet dhe vendlindja. Por një pyetje ndoshta e shkurtër. A mendoni se mendimi unifikuar i diasporës për çështjet që kërkojnë në vendlindje është më efektiv se sa disa mendime organizime të tjera shoqërore, pra njëri ka mendin ndryshe, tjetri ndryshe? Nuk ka dyshim, gjithmonë kur jepet një mendim ai ka fuqi të madhe, po dhan dy mendime atëherë do të jetë përgjysmë. A mendoni se institucionet fetare këtë e kanë kryer mirë tani? Sa për këtë çështje madhore nuk e besoj se dikush duhet të ketë diskutim në ato, siç është çështja e Kosovës. Të gjithë kanë ndihmuar në mundësitë e tyre, domethënë. Edhe nuk guxon të ketë kundërshtimin ato çështje, duhet jetë një mendim. Ato janë çështje që nuk ka kështu apo ashtu. Po çështja e Kosovës apo kur ishte edhe çështja e luftës në Maqedoni, po them, apo çështja e Malit Zitash, apo Jo, për çështjen e Malit Zitash ka pasur shumë kundë mendime ndryshme. Mund të ketë pas unë takimet që kam pas edhe këshillat që i kam dhënë gjithmonë duhet shkohet, duhet votohet, duhet të opsohet Serbia. Çdo mendim ndryshe, besoj se është i pavend. Pa hyrë në probleme konkrete të fesë për probleme politike, vota kështu në
me gjëra. Nuk e di për ku ke fjalën. Kuptoj shumë mirë, jo mirë ke. Unë kuptoj shumë mirë. Kisha me thonë 2-3 gjona, kisha me thonë këtë drejtim, bashkërenditja e aktiviteteve tona duhet me qenë e koordinume, se nëse nuk kemi, si e tha zotni imami, një qendër, në vështirë ta kemi një qendër, por në Amerikë këtu është lobi që kanë lujt lobet, kanë lujt gjithë rol të madhe pranë Shtetet Bashkuara, për mundije, zoni i diasporës, zoni qashtjeve tona, prandaj një bashkërenditje duhet gjithë herë tjetë, edhe në prisit fetarë, nuk o që na do të dominojmë, na do të dirigjojmë, ose të japëm leksione si duhet të veprojmë, por bashkë me gjithë lobin shqiptarë, të bojmë koordinimet, bashkërenditjet, të apim signale që ka lypën, si e thënë, në qashtet të ndryshme, në momentet të ndryshme, kështu që komunitetin këtë mënyrë mbahat. E mendoj se unë nuk e kam atë ide që na do të prim ose na do të dominojmë, por kisha, xhamia, teqja, institucione tjera duhet të bëjmë një koordinim më të mirë, një bashkëpunim më të mirë, një bashkëndijtje më të mirë për të mirën tonë edhe për të mirën e shqiptarëve të të vendit tonë. Faleminderit. Unë do të drejtojmë Dom Anton Këshirës, pasi Dom Antoni është më pranë disa organizimeve që janë këtu në komunitet dhe shpesh ne japim mendime se si do të bëhet në vendlindje, apo duhet të dëgjojmë ata që çfarë thonë ata ne të ndihmojmë. Se shpesh i diktojmë ne ata që bëni kështu. Si ndodh? Çfarë mund ta thoni, o Këshira? Nuk e di, këtu në komunitetin tonë janë mundu disa herë mu ba do shoqata, mu kriju shoqatat siç ishte ajo e intelektualëve, por u shue. Pastaj kemi këtë shoqatën Malësia Madhe, pastaj kemi pas shoqatën Dugaxhini. Domethënë, të gjithë dëshirojnë me dalë jashtë institucioneve fetare me bë diçka. Është e pamujtur se ky mentalitet, ky popull, qoftë i xhamisë ose i teqes ose i kishave, janë antarë të kishës ose të institucioneve fetare. Domethënë, s'ka ka me dalë dikush tash knus me knu këtu, nëse del një aksion i bukur i mirë i fesë. Qoftë pa dallim tash an kisha, an xhamia, teqja, domethënë del ai populli i cili është antar i atij institucioni. Shumë bukur e përmeni edhe imami në rastet e këtyre njerëz që vinë me kërku me lyp. Kam njëjtën gjaja o baja dhona. Sa vjet jenë në Amerikë? 10 vjet, 15 vjet. Ku ki qenë të ritash? Ku ki qenë të ritash? Ose vinë njerëz me lyp, me kërku. Ishte para 2 muajve, thot burri ma kanë kthy për mas, se ka ra grun, ja kanë këput prish këtë dokumentin green cardën, edhe mandej anë rrezik me humbë shtëpinë, thot lutem $6,000. Njëri gruaja pa njoftun, njërin tjetrën, po ku jeti antare? Cilë sferi i takon? Do me thënë, kollaj marrë me lyp, por si që ka bërë Nasadini, kur ka dha njerë uva, e mani ka ardhë 2 herë, por si ka kthy ato pare, thot po, shko me re atje ku i ke lanë, ku i ke dhanë. Edhe neve t'jemi detyruar për me ja bë, shko me re atje ku i ke dhanë. Nëse ke dhanë $1, kemi gjetë $1. Nëse ke dhanë $1,000, kemi gjetë $1,000. Por jo ashtu marrë dikon njëri ku nuk ka qenë as pak se ka një vetën në institucione të tjera. Nëse ai takojmë këtu në shoqata, po thamë ata shkretit munohen, por mendoj është një dami i keq për një shqiptar si me nda, me si me qenë një lop, si përmeni Domnou, për shqiptarët e Michiganit, edhe në atë lop janë përzim të gjithë besimtarët që t'i takojnë këtij vendi, edhe me udhëheq me ato gjana, jo me dalë krajinore, mandej kallëzojmë ato tonat kalumen tonë të liksht, baraktarizëm, fise, me si me qenë një. Faleminderit, do më ndonë, urdo? Kisha me i thonë 2-3 gjona prep. Do nëntoni të gjona i tha shumë bukra, nuk jam dakord me 2-3 pika që i tha. Do nëntoni nuk më duhet me marrë kurfar smire, se do nëntoni ka punu kaq bukur, po mundu kaq shumë, edhe vetë vepra kallëzon edhe tregon faktet në tregojnë, edhe duhet mu gëzu.
pse mos më gëzu për të mirën e vllaut tim? Pse mos më gëzu nëse xhamia bën vepra të mirë në komunitet? Pse mos më përgëzu edhe me uru edhe me përkrah? Nëse kisha ime bën diçka të mirë, pse mos më gëzu të tjerë? E mira është e mira jone përbashkë. Një. E dyta, nuk jam pak dakord me Don Antonin pse nuk do me thonën mund me qenë grupet e intelektualëve mrena përmena komunitetit, për shembull në kishën teme mund të kemë një grup të intelektualëve që organizohet. Por grup i shoqata intelektualëve është shumë e mirë se ardhur. Shoqata intelektualëve mundet me dhënë një kontribut të mrekullueshëm se kemi këtu me qinda intelektual anonim, nuk I di, mas nuk I njohëm. Ata mund mrena asaj shoqatës me dhënë një kontribut mirë për komunitetin. Na duhet I përkrahëm, ata duhet na përkrahin neve, mos jem na njëri kundër tjetrit. Ka mandej shoqata që janë për shembull tash u kriju, na kanë thirrë shoqata Dugaxhinit. Dona e pjesë e Dugaxhinit me pas një shoqat, minimum janë I tjetrit me njoft, mi kultivu traditat e tyne, në fundit minimum janë I tjetrit. Ose Malësia, ose e kemi në një shoqat bamise kështu buka shëndot që të mundohen. Gjdo pip I ri, gjdo pem e bukur që ep frytet e mira në komunitet, si ato që pali përkrahne. Është e mirë, gjithçka është e mirë, të përkrahëm, të ndihmojmë, të bashkëpunojmë edhe jo njëri kundër tjetrit. Këtu Don Antoni që tha më pëlqen se na pak jemi baraktarizmi, kemi qenë shtypën me shekuj, nuk jemi mësu me bashkëpunu, ta shqyqër Zotit jemi të mësu edhe me bashkëpunu. Që sot kjo neje jona, është bashkëpunim, kështu duhet të ndodhë, kështu duhet me ndodhë me grupe, kështu duhet me ndodhë me pjesë ndryshme të veneve tona. Prandaj gjithkush ka vend e komunitetin ton, gjithkush ka vend e popullin ton, gjithkush mund me dhënë kontributin e vete për të mirën ton të përbashkët. Më parë, kur është bërë festimi I festës flamurit, ose ndonjë festë tjetër, keni qenë gjithë klerikët së bashku, komuniteti shqiptar është të zgjeruar shumë, nuk mundet që të festosh një festë flamuri në një vend, ose një festë tjetër ta bësh në një vend. Atëre, juve si klerik, a shikoni mundësi për të forcuar rrugët e bashkëpunimit dhe të koordinimit të punëve tuaja, ashtu siç është vetë aktualiteti sot, se ju I dini keni shumë halle. Që mbas kësaj mbledhje të dalim me një konkluzion të plot që ju si klerik mund të takoni mbas një muaja, mbas 2 muajsh, si ju konvenon juve puna? Sa mund diçka sot e vila këtë di unë kisha një mbledhje me antarët e Këshillit të Teqes dhe I bëjnë DNI për takimin e sotëm që kishim sot në kishën e Shëmpalit. Edhe me ftesën që më bët para disa ditëve, kisha 2 a 3 ditë që brenda vetes mendoja diçka mbase të dalim tek fjala e duhet gjergji që tha që në disa vite më përpara është bërë festa e flamurit bashkë me të gjithë të 3 a 4 klerikët që ishin këtu. Mbase ne nuk e bëjmë atë se siç thanë dhe ju që komuniteti është zgjeruar goxha, por unë do t'ju bëj një ftesë të 3 siç jeni kështu, që me 10 korrik inshallah t'i keni dhe ju ato punë tuaja të rregulluara, të bëjmë edhe një takim në Teqen njëkohësisht, unë do kem nderin të shtroj dhe një drek. Çfarë ditë është? Nuk e kam parë ditën se ç'është, por po tjetë e premte ne do ta bëjmë pushim në Kosovë në të kohë. Është kohë pushimesh kurriku. Mirë, më fal, kjo është një gjë konkrete që mund ta bësh edhe mbas emisionit. Por këtu do mendime për të dalë konkluzion të përbashkët, se në rast se mund të gjendet një, nuk ka nevojë të vesh emër si institucion, po ju vetë telefonat dhe ju keni edhe mund të bëni një takim dhe në rast se keni diçka për të bërë publike, televizori do ta keni në dispozicion dhe mund ta bëni publike. Këtu kisha me thënë edhe një sende, na komuniteti rrit është e pamundur më mi mbledh komunitetin me një vend,
ka shumë në kishat e festojmë ditën e flamurit, Teqja feston, Xhamia feston, festojnë edhe grupe të ndryshme festën e flamurit, është shumë një gjë e bukur, në rrot flamuri, dita pavarësisë. Na mund të bëjmë prep koordinime. Don Antoni ka pas festën e flamurit të zonë të shtunën mbrëmje. Unë ku mujt me ardhe, duhet me ardhe në festën që bën Don Antoni. Pse mos më ardhe? Mu pa ditë aty pranishëm. E ka Xhamia një ditë tjetër, e nuk i kemi për ne. Nëse i kemi për ne ditë na ka qillu koincidenca, do me thonë se nuk o bonami. Shumë herë na thirrin, më kujtohet, më thirrin grupe të ndryshme apo vjen me naj beku darkën, me lutë. Pse nuk vi? Ju jeni të festu. Po duhet marrën pjesë më shumë në festimet e njëri tjetrit. E për to që ja thatë për takimet tash janë vërtet të fillojnë pushimet, por duhet të bëjmë kështu në takime të rëndomta, do me thënë bëhen institucionale, 2-3 herë në vit. Tash e bënë në kishën e Shënpalit, mas një kohës mund të bënë të Xhamia, të Teqja, të kisha jonë, kështu që kjo është. Patjetër që takimet të mos ngelin në këtë pikë, mendoj unë. Takimet të vazhdojnë njërin mbas tjetër në Xhami, në Teqen, në kishën e... Do më ndonë Këshira, si keni mendimin për bashkëpunimin ndër klerikët tuaj? A mendoni keni në një ide të re që mundet që ju të takoni? Po kjo është gjë veprimtaria më mirë nëse na do të gjenë kohë me rastin e festave mu takue me shku të njëri tjetri. Mendoj është hapi i parë i cili ka peshën e vetë edhe në popull. Tash mbarët prej kohës, mbarët prej rrethanave, por mirë është ajo një traditë vjetër që kanë vazhduar ashtu, edhe na i dashur me vazhduar njëjtën rrugë. Edhe pse ne kemi shumë festa, kemi Pashkë, kemi Krishtlindjen, kemi festa tjera, por mendoj bile për të dy festa mirë është të shifemi. Që të jenë prezent Festa e Bajramit ose festa e Nevrozit, që e kënë në Teqë, kemi të bashku. Është shumë event. Shumë event që në festat fetare se cilit shkohet, turohet edhe të bëhet një gjirim kështu siç po bëni sot. Edhe ndarkat apo ntubimet në rastin e këtyre festave të shihen udhëhecat fetar të feve tjera në një komunitet i jep një pasqyrë shumë të mirë. Padyshim, ajo është diçka shumë elementare që nuk ka pse mos të bëhet. Mund të arrihet shumë lehtë, nuk janë shumë të shpeshta. Do me thëmë, 2 Pashkët dhe Krishtlindjen janë 2 festa në vit, apo 2 Bajramet i kemi gjatë vitit, Ashuret dhe Nevruzin janë 2 gjithashtu, kështu që të paktën nëse jo të dyjat njënën të gjemi mundësina të takohemi në ato raste. Është shumë do me thëmë se shumë e mirë, është njerëzore, është që tregon respekt ndaj njëri tjetrit. Atë që thamë dhe thanë për mos me gjatë më tepër shumë me vend e thanë para folësit e gjithë. Të nderuar të shikues, ju ndoqët të bisedë me klerikët e komunitetit shqiptar këtu në Michigan. Unë i falenderoj dhe një emrin tuaj dhe me shpresë se në të ardhmen do të takojmë përsëri në një takim të tillë.